Në zgjedhjet e parakohshme që do të zhvillohen këtë të diel në 5 bashki të vendit, kanë të drejtën e votës 334.539 qytetarë. Bashkia më e madhe që do të zgjedh kryetarin e ri të bashkisë këtë të diel është Vlora, ku të drejtën për të votuar e kanë 171.895 qytetarë. Në këtë bashki, procesi do të administrohet përmes 4 KZZ-ve dhe do të ngrihen 232 qendra votimi. Në bashkinë Berat do të kenë të drejtën e votës në këto zgjedhje 82.161 qytetarë. Kjo bashki ka 2 komisione zonale të administrimit zgjedhor, ndërsa qytetarët do të kenë mundësi të votojnë në 116 qendra votimi. Për të zgjedhur kryebashkiakun e ri të Cerrikut, të drejtën e votës e kanë 38.724 qytetarë. Ka vetëm një KZAZ në këtë bashki që do të administrojë procesin, ndërsa numri i qendrave të votimit është 57. Në bashkinë Mat janë 29.092 qytetarë me të drejtë vote për të zgjedhur kryebashkiakun e ri të këtij qyteti. Mati ka vetëm një KZAZ dhe në të gjithë territorin e bashkisë do të ngrihen 47 qendra votimi. Bashkia më e vogël që do të përfshihet në proces zgjedhor më 9 nëntor është Tepelena, ku të drejtën e votës e kanë 12.267 zgjedhës. Edhe Tepelena procesin zgjedhor e administron me një KZAZ, ndërsa numri i qendrave të votimit është vetëm 22. Materialet zgjedhore janë nisur nga Tirana që të premten drejt KZAZ-ve edhe për t'u shpërndar pas ditën e së shtunës në qendrat e votimit.